Do të flasim me organizatorin e këtij koncerti, kushtuar fëmijëve të vrarë në luftë, zotin Hajzer Gjoshi, që është virtualisht drejt për drejt në këtë emision. Të ngjat jeta, zoti Gjoshi. Përshëndetje, të ngjat jeta dhe juve. Besoj dhe shpresoj që mbare mirë t'ju ketë shku kjo ngjarje e sotme. Si ishte dhe më tepër më intereson si ishte pritja e publikut prezent. Po fillimisht ju falenderoj shumë që keni telefonu në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Gjithçka ka shkuar shumë mirë. Salla ka qenë shumë e vogël për publikun që kanë ardhur. Kështu që unë për vete si organizatori i këtij koncerti jam shumë i kënaqur, i kënaqur edhe me performancën e fëmijëve, po edhe me pjesëmarrjen nga të gjithë Kosova, pasi që është koncerti vetëm për fëmijët e vrarë në nivel vendi. Çfarë ju shtyn për një iniciativë të tillë? Cila është nxitja kryesore për ju? Unë punoj si mësimdhënës dhe derisa punoj me fëmijët, ka qenë ajo ideja që për fëmijët e vranë nuk është bë asnjëherë diçka më shumë. Nuk është që ka kushtuar ndonjë event i tillë asnjëherë fëmijëve të vranë për me i kujtu edhe me rikujtu ato çka ka ndodhur në luftën e fundit të Kosovës. Derisa janë vrarë do të thotë fëmijët e pafajshëm vetëm se flasin shqip. Kjo ka qenë ajo që përmes koncertit të mësohet edhe më shumë tek të rinjt, tek ta fëmijë që sot performuan, të dinë më shumë rreth historisë tonë, rreth asaj çka ka ndodhur deri në këtë liri. Më thuaj pak për procesin e përgatitjes, si ishte për ju emocionalisht që të ndërtoni diçka të tillë që ta ktheni dhembjen ose ta kujtoni dhembjen përmes artit. Nuk është një kombinim që bëhet shumë lehtë. Me të vërtetë ky organizim është diçka që nxit shumë emocion. Edhe e përjetojmë me të vërtetë jo aq lehtë, sepse deri tek përgatitja e këtij koncertit ne hasim në për fotografi të fëmijëve të vrarë në të gjithë Kosovës, ndoshta edhe po i shihni këtu, unë prapa vijen ku jam, kemi foto të fëmijëve të gjithë Kosovës, gjithashtu emrat me datëlindjet e tyre, dhe është me të vërtetë emocionuese kur e shohim gjithë këta fëmijë të pafajshëm në për foto derisa i përpunojmë dhe i realizojmë në skenë. Është me të vërtetë e dhëmshme, po derisa po e rikujtojmë, prapë është një krenari, sepse për me ardhur deri te liria është dashur me derë gjakun, e jemi falendërues për herë ndaj atyre që kanë derë gjak, që ne sot festojmë. Sigurisht që po. Jemi po kështu në prag të përvjetorit të një prej masakrave më të mërshme të Kosovës, të asaj të Poklekut, një ditë para, një prej masakrave ku një pjesë shumë e madhe të personave që pësuan me jetë ishin fëmijë. Ishte edhe kjo një prej nxitjeve tuaja për ngjarjen? Realisht kjo masakër ka qenë ajo që na ka nxit neve fillimisht me fillu para 4 vite këtë koncert, edhe për këtë arsye është në prag të përvjetorit të masakrës së Poklekut koncerti që mbahet. Po përveç masakrës së Poklekut ne kemi edhe masakra të tjera, siç janë ajo e familjes Deliaj, është e Shavarinave, e shumë masakra të tjera në gjithë Kosovën. Dhe kjo ka qenë arsyeja që kemi caktuar këtë kohë. Mirë, profesor, gjatë ditëve të kaluara të kësaj jave ka pasur zhvillime të ndryshme, një ngjarje në Institutin Albanologjik. Kemi biseduar gjatë ditës së djeshme këtu në studio me një profesor historie që u vu në pa që të rinjtë e Kosovës, nxënësit të shkollave fillore të Kosovës dinë shumë pak për historinë më të re të Kosovës. Kjo është edhe arsyeja që ne jemi duke mbajtur këtë koncert, për t'i mësuar nxënësat për të kaluarën e për historinë e të kaluarës sonë. Pasi që në librat tona me të vërtetë shumë pak, mos më thon hiç, shumë pak shkruhet për historinë dhe luftën e fundit të Kosovës. Jeni profesor dhe keni kontakte drejt për drejt, e dini nga dora e parë, si kur thuhet, se sa din ose sa ju mëson, se mos që lëm fajin fëmijëve, sa ju mësohet atyre për historinë e fundit të Kosovës. Çka duhet bërë në nivel të vendit? Ja ta marrim shembull këtë ngjarje që organizoni ju.
Po me të vërtetë duhet bëhet shumë a shumë, sepse kjo është vetëm një formë që ne mundemi të rikujtojmë edhe të mësojmë fëmijëve për të kalumin tonë. Mirë po, kur e shohim përkrajen aq të vogël institucionale, kërkoj falje se po kam telefonata edhe prej mediave tjera. Kur po e shohim përkrajen jo të madhe të institucioneve, po gjithashtu edhe të mediave, që nuk është prezenca atyre aq në nivelin që duhet me pas ky koncert. Është ditë 4 që mbahet, ju kemi ftu gjitha mediat, edhe përveç medias juaj kanë qenë 2 tjera, asnjë tjetër s'ka qenë prezente këtu në sallën e kulturës. Prandaj është për keqardhje se nuk është vetëm fakti që duhet fëmijët të mësojnë vetëm në shkolla, po duhet të mësojnë më shumë edhe prej mediave. Sigurisht. Po. Dhe në platformat të tjera, shihni këtu rol të prindërve që ndoshta t'i marrin fëmijët të vizitojnë më shumë lokacione me karakter historik. Të tilla kemi sa të duash në të gjithë Kosovën. Kujtoj se është zor të gjendesh një komunë. Ne kemi shpinë muze të Poklekut ku është bërë masakra. Edhe përveç kësaj zonës tonë që e din, unë kam pas rastin me punu edhe në shkollat të Prishtinës dhe nuk janë njoftuar as pak për këtë shtëpi muze që ekziston dikun. As nuk e din rastin e familjes, për shembull Muçolli, Poklekut e gjithë këtyre masakrave tjera. Prandaj unë thash që edhe mediat është mirë që më shumë të bëjnë rreth kësaj pune. Po i çon shkolla, ka organizime nga shkollat, është diçka që varet nga komuna, mund secila komunë të organizoj ato ekskursione që mund bëhen thjesht për të ndikuar në rikujtimin e historisë që gjenerata që vinë dinë çfarë ka ndodhur, ndoshta një obligim po kështu i drejt për drejt i komunave. Po realisht edhe ajo mundet me qenë, pasi që komunat e tjera edhe gjitha komuna në fakt, edhe shkollat është mirë që ekskursionet i bëjnë pak me nivelin më historik, jo në te ai aspekti arktus. Sepse e kanë keq kuptuar këta llojin e ekskursioneve, po mendojnë që duhet vetëm me shku me u zbavit edhe mos me pa diçka historike apo diçka shtetërore antike. A mund të bëhen këngë të reja për fëmijë që të kenë A mund të bëhen këngë të reja për fëmijë që ta kenë edhe këtë elementin e mbamendjes historike? Po, unë mendoj që mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë që mundën fëmijët me kap është përmes muzikës të mësojnë edhe për historinë. Okej. Çfarë ishte sot më veçanta që u vlerësua emocionalisht nga audienca në ngjarjen që ju patët sot nga ora 11? Sot gjithçka ka qenë e veçantë. Duke filluar prej skenës, prej interpretimit, prej pjesëmarrjes së publikut që ka qenë e stërmbushur salla, edhe gjithçka tjetër ka qenë e veçantë. Nuk mundem me dallu një element kyç që me ju tregu juve. Por sigurisht një e përgjithshme pra e paraqitjes së historisë përmes artit. Po, patjetër që po. Zoti Gjoshi, ju falenderoj shumë për kohën që ju ndat, uroj që ngjarjet kësaj natyre të ketë nxënësit e të rinj të Kosovës të dinë për atë që ka ndodhur në këtë vend, histori e lavdishme, por po kështu shumë e dhimbshme. Faleminderit shumë, suksese në ngjarjet e tjera. Ju falenderoj juve shumë për kohën që keni ndarë për neve. Faleminderit, respekt e gjithë të mirat. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë që biseduam bashkë.